edhe përfundimin. Zoti Boçi, prej 48 orësh po bëni shumë aludime si opozit për ftesën që ka marrë kryeministri Rama, ftesën që ka marrë Shqipëria për pjesëmarrje në bordin e paqes. Kemi dëgjuar nga njëra anë kryeministrin që thotë është një ftesë që është bërë vetëm për 2 liderë të vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe nga ana tjetër kemi opozitën që thotë është ftesë që është bërë edhe për lider të tipit Lukashenko apo Tulam, siç është ky lideri i Vietnamit komunist. Tani ku e keni problemin tek një ftesë që i çohet kryeministrit shqiptar për të marrë pjesë në një bord për ndërtimin e gazës? Nga mënyra si është ndërtuar ligjërimi mediatik dhe publik për këtë çështje, problemi nuk është tek opozita, problemi është tek kryeministri. Sepse kryeministri tentoi që ta përdorë. Deri tani e keni akuzuar kryeministrin se nuk e kalonte dot oqeanin, madje keni bërë dhe analogjime me regjimin e Maduros, do vinë, do ta marrin, do ta rrëmbejnë, do ta çojnë para drejtësisë, keni bërë shumë aludime. Këto aludime janë të karakterit politik dhe jo të ligjëratës drejt për drejt mbi bazën e një informacioni caktuar, apo jo. Edhe duke pasur për bazë krahasimet mënyrës sjelljes me sistemin politik, atëherë kujdoj lindë drejta të nxjerrë një deduksion në logjik qoftë edhe ky politik. E rrëzon kjo ftesë poshtë faktin që kryeministri është i padëshiruar për Shtetet Bashkuara? Prit se kemi shumë pyetje bet dhe unë kalova tek përgjigjja e pyetjes dytë pa dhënë përgjigjen e pyetjes parë dhe isha duke thënë që problemi në këtë rast në komunikim është Rama, se Rama u mundua ta paraqesë si temi një lloj karte shpëtimi dhe më duket Rama si ai fëmia që bën varkën prej letre dhe me atë pretendon ka përcej lumin në ato ëndrat e veta. Po, ju e thatë mirë herën e dytë, herën e parë thatë ftesë për kryeministrin. Ftesat nuk janë nominale, janë shtetërore, vinë për shtetin shqiptar, siç janë dhe falënderimet për zgjedhjet që bën në emër të popullit shqiptar. Dhe në këtë rast një përfaqësues që ka një pozicion caktuar, sigurisht që do marrë të drejtën e përfaqësimit, sepse ai për momentin që flasim, ai është përfaqësuesi. Tani se ç'është bordi, si do konceptohet, sa shtete do ketë, e kanë zbërthyer shumë njerëz. Dhe thash pse është problem Rama, dhe s'po hym tek ajo pjesa se si është dhe sa vende janë 60 apo janë 100 do shtohen. Problemi më i madh është a ka një detyrim financiar. Deri tani kemi dëgjuar që është $1 miliard detyrim financiar, por kemi edhe qendrimin e qeverisë që thotë nuk ka asnjë detyrim për Shqipërinë për të paguar. Tani qeveria ndoshta pa ulur nuk e di detyrimin, se duhet ulet spari në bord, të njihet me detyrimet, statutin që ka bordi, se bordi është një organizat në formim, në krijim me sipër për një çështje ndërkombëtare specifike, siç është Gaza, por dhe më gjërë. Dhe thash, problemi është ke Rama, sepse jo vetëm reagimi i tij gjuhësor, se u kapëm tek pjesa e kapitaleve, në fakt ishte një lloj risie në mënyrën si komunikon kryeministri, një njeri vogël që kërkon duket i madh rrit kapitalin e gërmës, ose bën diçka tjetër. Dhe në mënyrën si e menaxhoi, nxorrin fillim statusin e zjatit 2 ditë, pastaj urdhëroi ministren e jashtme të bënte, ndoshta sot e ka pasur atë konferencën e vet me gazetarët, ndërkohë që zhvilloi konferenca e kryetarëve në Kuvendin e Shqipërisë, e pompoi dhe i futi dhe një boj shumë të fortë, pastaj balla në atë fjalën e famshme sot kur ne ishim duke protestuar për shkak pranisë zonjës Balluku në parlament dhe mos dorëzimit të saj para drejtësisë, dhe kjo më çon mua në mënyrën se si sillen njerëzit me të vërtetat, si sillet vetë